Përshëndetje shenja demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëresha e monedhave, 8 shpatat, dielli, 4 kupat. Kjo javë për ju nis në energjinë e mbretëreshës së monedhave, pa dallim gjinie, e cila tregon se po përpiqeni të ruani stabilitetin tuaj emocional dhe ekonomik. Edhe nëse brënda vetes mbani më shumë peshë se sa u lini të tjerëve që të shohin. Mund të ndjeni nevojën të kujdeseni për gjithçka dhe për çdo, duke lënë shpesh në plan të dytë atë që ju vetë keni nevojë. Pikërisht këtu hyn karta me 8 shpatat që tregon se kufizimet më të mëdha mund të mos vinë nga rrethanat, por nga mendimet, nga dyshimet ose nga frika se mos një hap i gabuar prish ekuilibrin që keni ndërtuar me mundim. Kartat tregojnë se në disa çështje mund ta nënvlerësoni forcën tuaj ose të shihni më shumë pengesa nga sa ekzistojnë realisht. Megjithatë, kjo gjendje nuk zgjat përgjithmonë, sepse pas kësaj mjegulle psikologjike shfaqet dielli, duke sjellë qartësi, optimizëm dhe një ndjesi çlirimi. Mund të merrni një lajm, të përjetoni një bisedë ose thjesht të arrini një përfundim që ju bën ta shihni situatën nga një këndvështrim krejt të ri. Ajo që dukej e paarritshme fillon të duket më e thjeshtë, ndërsa vetë besimi rikthehet gradualisht. Megjithatë, rrugtimi përgjatë kësaj jave mbyllet me 4 kupat, duke treguar se edhe kur para jush hapen mundësi të mira, mund të hezitoni t'i pranoni menjëherë. Mund të ndiheni të lodhur ose të lodhura emocionalisht, ose të kërkoni diçka më të madhe se ajo që ju ofrohet, pa e kuptuar se një pjesë e asaj që prisni ndodhet tashmë pranë jush. Në tërësi, kjo është një javë që ju ndihmon të dilni gradualisht nga kufizimet psikologjike dhe të rifitoni besimin tek vetja. Edhe nëse nuk e përqafoni me njëherë çdo mundësi që ju shfaqet. Kartat tregojnë se qartësia dhe stabiliteti janë në anën tuaj, por do të përfitoni më shumë prej tyre kur t'i besoni më shumë asaj që po ndërtoni. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika t'ju verbojë përballë mundësive që po ndriçojnë ose që mund të ndriçojnë rrugën tuaj. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbretëresha e kupave, kalorësi i shpatave, 8 shkopinjt, 5 monedhat. Në familje, energjia nis me mbretëreshën e kupave, e cila tregon ndjeshmëri, mirëkuptim dhe një dëshirë të sinqertë për të mbajtur harmoninë në familje. Mund të jeni ju personi që përpiqeni të kuptoni secilin, të shmangni konfliktet dhe të ruani qetësinë edhe kur emocionet janë të forta. Megjithatë, kjo atmosferë sfidohet nga kalorësi i shpatave, i cili sjell ritëm të shpejtë, sjell fjalë të nxituara, ose një situatë që kërkon reagim të menjëhershëm. Kartat tregojnë se një bisedë mund të marrë një drejtim më të ashpër nga sa ishte menduar. Jo domosdoshmërisht për shkak të qëllimeve të këqija, por sepse secili përpiqet të mbrojë këndvështrimin e vet. Por pas kësaj, 8 shkopinjt tregon se gjërat mund të lëvizin shumë shpejt. Pra mund të ketë telefonata, lajme, udhëtime, vizita ose zhvillime që i japin ritëm jetës familjare dhe nuk ju lën shumë kohë për të reflektuar. Ajo që ishte pezull mund të marrë përgjigje brenda një kohe të shkurtër.
Megjithatë, fundi me kartën 5 monedhat tregon se ju ose dikush në familje mund të përjetoj një ndjenjë mungese, një ndjenjë vetmie ose pasigurie në aspektin emocional ose financiar. Nuk flitet me patjetër për një humbje konkrete, por mund të jetë thjesht edhe ndjesia se nuk po merret mbështetja e nevojshme, ndoshta pikërisht atëherë kur ju duhet më shumë për disa nga ju. Kartat ju këshillojnë të mos e lini krenarin ose nxitimin të krijojnë distancë aty ku një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë shumë. Pra, dinamika familjare mund të lëviz shpejt mes mirëkuptimit dhe tensioneve të vogla, duke kërkuar komunikim më të kujdesshëm nga të gjithë. Kartat këshillojnë të mendohen mirë përgjigjet, sepse mirëkuptimi mund të shërojë atë që fjalët e nxituara lëndojnë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i monedhave, 8 monedhat, 4 shpatat, kalorësi i kupave. Në dashuri, narrativa nis me asin e monedhave, një kartë që sjell mundësinë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Për disa nga ju, kjo mund të jetë një fillim i ri emocional, ndërsa për të tjerët nënkuptohet një mundësi për ta forcuar marrëdhënien ekzistuese mbi baza më të sigurta. Kartat nuk flasin për pasion të çastit, por për diçka që ka potencial të rritet ngadalë dhe të marrë vlerë me kalimin e kohës. Ky potencial vazhdon me kartën me 8 monedhat që tregon se dashuria gjatë kësaj periudhe, pra gjatë kësaj jave, kërkon përkushtim, kërkon durim dhe gatishmëri për të punuar mbi lidhjen. Mund të kuptoni se ndjenjat nuk ushqehen vetëm nga emocionet, por edhe nga veprimet e vogla të përditshme, si për shembull nga kujdesi, nga komunikimi dhe nga dëshira për të mos hequr dorë që në pengesën apo që në problemin e parë. Pikërisht kur duket se gjithçka po ecën me ritëm të ngadaltë, shfaqen 4 shpatat, e cila ju thot të ndaleni për pak. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo mund të jetë nevoja për të ulur tensionet, për të lënë pas debatet e panevojshme ose për t'i dhënë partnerit ose partneres hapësirën që kërkon pa e interpretuar atë si një largim të mundshëm. Ndonjëherë, heshtja mund të shërojë më shumë se sa 10 diskutime. Për beqarët, kjo kartë mund të tregojë se zemra ende po rikuperohet nga përvoja të mëparshme dhe se nuk jeni ende gati të hidheni menjëherë në një histori të re. Megjithatë, kjo qetësi nuk duket se zgjat pafund. Interpretimi mbyllet me kalorësinë e kupave, i cili sjell lëvizje emocionale, afrime, ftesa, biseda të sinqerta, ose një ndjenjë që më në fund ju gjeni guximin të shpreheni, pra të ndiqni emocionet e zemrës. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të vini re më shumë butësi dhe dëshirë për t'u afruar me personin tuaj, pas një periudhe që keni reflektuar. Nëse jeni vetëm, kartat tregojnë se ritmi i zhvillimit do të varet edhe nga gatishmëria juaj për të hapur zemrën. Rruga nga asi i monedhave deri te kalorësi i kupave tregon se ndjenjat më të bukura nuk lindin gjithmonë me zhurmë, por ato ndërtohen me kohë, ndërtohen me qetësi dhe me besim. Mund të kuptoni se dashuria nuk kërkon perfeksion, por kërkon thjesht dy njerëz që zgjedhin vazhdimisht të investojnë tek njeri tjetri. Kartat këshillojnë t'i jepni kohë zemrës të besojë përsëri, por pa e nxituar atë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi
Tre monedhat, asi i kupave, mbreti i shkopinjve, faqja e shpatave. Në fushën profesionale, tre monedhat tregon se bashkëpunimi, aftësitë dhe puna në ekip mund të jenë çelësi i rezultateve më të mira. Pra mund të ndiheni më të vlerësuar ose më të vlerësuara për atë që dini të bëni ose të merrni mundësinë që të tregoni përvojën tuaj në një projekt që mund të jetë i rëndësishëm. Pas kësaj, shfaqet asi i kupave që sjell një frymë të re. Mund të lindë një ide, një ofertë ose një motivim që ju rikthen sërish entuziazmin për punën që bëni. Kjo energji forcohet nga mbreti i shkopinjve, i cili tregon vendosmëri, vizion dhe aftësinë për të marrë drejtimin pa humbur fokusin. Kartat sugjerojnë se mund të ndiheni më të sigurt për të mbrojtur idetë tuaja ose për të marrë më shumë përgjegjësi. Megjithatë, rrugtimi i javës mbyllet me faqen e shpatave, duke treguar se ende ka gjëra për të mësuar dhe detaje që duhen kontrolluar me kujdes. Pra, double check. Kontrolloni 2 herë. Sepse mund të lindin pyetje, mund të lindin kërkesa për sqarime ose për situata që kërkojnë vigjilencë të shtuar. Kjo nuk e dobëson potencialin e interpretimit që sapo citova. Përkundrazi, ju kujton se suksesi ndërtohet jo vetëm mbi vizionin, por edhe mbi vëmendjen tuaj ndaj hollësive. Kartat këshillojnë të ecni përpara me besim, por mos lini asnjë detaj pa e verifikuar. Kalojmë në prizëm Oracle, ku kemi ndërprerja ose tronditja. Kjo kartë tregon se ndryshimi mund të mos vijë në mënyrën që pritet, por ndoshta pikërisht lëkundjet e papritura mund t'ju nxjerrin nga një gjendje që ndoshta nuk po ju shërbente më. Edhe nëse disa zhvillime duken shqetësuese në fillim, ato mund të hapin rrugën për më shumë qartësi, për më shumë rritje dhe për më shumë stabilitet në vazhdim. Paç.